tu deri, se këta persona nëse e kanë cilin e tradhtisë, këtyne herë kanë bërë edhe pa rrjete sociale. Do të thonë, kemi familje të tilla të cilat e kanë shef shumë realitetin edhe, unë më thonë, ndarjen, për shkak të tradhtisë së bashkëshortit, edhe pa rrjete sociale ja kanë dalë mban bashkëshortat e heroik, muna me quajtë kështu, në tradhti të cilët tradhtojnë vazhdimisht, me apo pa rrjete sociale. Po. Kështu që të gjitha mund të ndikojnë, mirë po nëse personi në fjalë ka zanat, nuk mundesh as Instagrami nuk i ndihmon, as vjerra, sepse ka edhe vjerra të mira të cilat ndonjëherë janë bojnë anën edhe nusës, se shet djalin që është në rrugë jo të drejtë. Mirë po nëse ai e ka atë punë, është një narcist i lindun, ti mo veç që ke kry martesën në atë familje. Kështu që unë mendoj që kemi shumë raste të tilla në Kosovë, disa që janë martu ma herët e disa që nuk i kanë dasht me potencu që martesa po shkon drejt fundit për shkak të traditës e gjana të tilla.